Në skenën e Teatrit Migjeni në Shkodër u shfaq premiera e komedisë Kërkoj një tenor, një bashkëpunim mes teatrit kombëtar dhe Teatrit Migjeni me regji të Armand Borës. Kjo komedi sjell humorin brillant të autorit Ken Ludwig, regjizori Armand Bora, si dhe aktorët janë të mendimit se komedia sjell një energji të veçantë në skenë dhe premton të mbajë publikun të buzëqeshur gjatë gjithë shfaqjes. Padyshim premierat janë gjithmonë të bukura, po kur vjen në një teatr të tillë siç është Teatri i Shkodrës, Teatri i Migjenit me një histori të madhe, emra të mëdhenj, duhet të ketë historike në këtë teatr, kushtohet edhe le të themi një atmosferë mrekullueshme që na ka rrethuar këto 4-5 ditë që kemi qenë këtu në Teatrin Migjeni, atë bëhet shumë emocionuese. Sot shfaqja pati përballjen e parë me publikun, me një qytet që humorin e ka traditë dhe informase edhe ne konsiderojmë si një test. Është shumë emocionuese, pa diskutim që të luash një shfaqje e cila është një farsë që ka pafund lëvizje nga fillimi në fund, ka situata dhe mund të shkojë keq çdo gjë në sensin e organizimit dhe ka patur një punë shumë voluminoze nga Armand Bora, nga regjizori edhe nga gjithë trupa për ta realizuar. Kemi punuar me një ritëm shumë të shpejtë, kemi pasur prova para dite pas dite, të lodhur shumë, por me përballje me publikun shkodran, çdo gjë shkoi vaj. E shijuan komedin, u kënaqëm ne, besoj janë kënaqur dhe publiku pafund, se u duk nga trokitjet në fund. Jemi shumë të kënaqur, shumë të gëzuar. Unë kam dhe një lidhje të veçantë fakt me Shkodrën, sepse pjesën e mamit, një pjesë nga mami e kam shkodrane, edhe ndihem si në shtëpinë time këtu dhe shumë rehat. Me aktorët e Teatrit Migjeni, me Pierin dhe Fritzin, si thua e kaluam këtë moment, sepse kemi periudhë të gjatë edhe në prova dhe në kalimet lidhura, ku janë dy djemë me një profil të shkëlqyer secilin vete në mënyrën e aktrimit. Jam shumë i kënaqur, djemë përveç profesionist, por edhe një shumë shkëlqyer. Më duket sikur kanë marrë edhe nga tradita shkodrane shumë. Për mua është herë e parë që bashkëpunoj me Teatrin Migjeni të Shkodrës. Unë kam 30 vjet karrierë dhe nuk është fjalë emocion, domethënë që ta përmbledhë, është diçka më shumë. Ngjarjet në shfaqje zhvillohen në vitin 1934 në një suite hoteli, ku një sër nga tresash, keqkuptimesh dhe situatash komike lindin nga ardhja e tenorit të famshëm italian.